sot po fillojmë me aktivitetin shumë të rëndësishëm për lëvizjen olimpike në Kosovë, pra java dhe dita olimpike. Pra sot fillon dhe do të mbaron me 22 qershor. Këto aktivitete organizohen në bashkëpunim të ngushtë me Federatën Sportive Shkollore, të cilët dua t'i falenderoj për gjithë punën dhe angazhimin që kanë bërë, po gjithashtu dua t'i falenderoj edhe gjitha federata tjera që janë të involvuara në këtë aktivitet, si dhe komisionin për gjithë organizimin që ka bërë për javën olimpike. E veçantë është se këtë herë kemi 26 komuna të cilat na janë bashkuar në organizimin e kësaj ngjarje të ditës olimpike. Motoja e kësaj jave, siç e dini, është Let's Move, të lëvizim, gjë që shfrytëzoj rastin t'i ftoj të gjithë të na bashkohen në këtë aktivitet që organizon Komiteti Olimpik i Kosovës. Çdo ditë, duke filluar prej sot, do të kemi organizime nga komuna të ndryshme, të cilat do të organizojmë vrapimin me fëmijët në shënimin e ditës olimpike. Pra, krahas vrapimit, sot do të kemi edhe vizita në kopshtet e fëmijëve, ku do të promovojmë vlerat olimpike si zakonisht që kemi bërë edhe në vitet e kaluara. Pra të martë nesër, komuna tjera do na bashkohen në shënimin e ditës olimpike, si dhe vizita në kopshte të qyteteve të ndryshme si në Mitrovic, Gjilan, Ferizaj, Gjakope dhe Prizren. Të mërkurën është edicioni 4 i turneut të futbollit, ku 10 ekipe të institucionet të ndryshme të Kosovës do të synojnë të fitojnë turneun e kësaj gare, këtij turniri. Të njëjtën kemi një tjetër turne, është ai i padellit, një sport i cili është në rritje sipër në Kosovë, por edhe në vende tjera. Më 20 qershor organizohet aktiviteti kryesor në Prishtinë, ku kryetari i komisionit Halil Sulejmani më vonë do të na flet më shumë lidhur me këtë aktivitet shumë të rëndësishëm. Me 21 qershor, në bashkëpunim me Federatën Sportit Mesdar, do të organizohet ecja në Shalë Bajgorës, ndërsa të dielën që bjen në 22 qershor dhe dita e fundit e këtij aktiviteti, do të ketë fluturime nga Federata Aeronautike e Kosovës përmes parashutistëve tanë, që do të mbahet ky aktivitet në Suharekë. Pra këto janë në përgjithësi gjitha aktivitetet gjatë javës. Komisioni për organizimin gjithësisht mirëvajtjen e javës olimpike dhe ditës olimpike cila organizohet në Kosovë, si Komitet Olimpik, ne Komiteti Olimpik e ka komisionin e vet, i cili është i formuar nga Komiteti Olimpik për të organizuar gjithësisht me bashkëpunu me të gjitha institucionet relevante në Kosovë edhe në Prishtinë posaçërisht. Ne që në fillim si komision i përbashkët ku ka marrë pjesë nga Komiteti Olimpik edhe federatet e tjera dhe shkollat e përgjithësi në Kosovë, ku e përmeni president janë 26 qytete, do thotë për 26 qyteteve kanë bërë të mundur që të përgatitet dhe të bëhen organizime të ndryshme për interesin gjithësisht çështjen e thelbësore ku ne do ta organizojmë në ditët me vije. Them të drejtën, dita olimpike ne si vetë kemi caktuar është ditë kryesore, është me 20 të këtij muaji, dhe kjo shënohet me program të pasër, sportiv, kulturor, aktues dhe të gjitha moshat, do të nuk ka absolutisht që lënë anash dhe aktivitetet olimpike që me provuar vlerat e sportit, edukimit dhe bashkëpunimit komunitar. Dhe të gjitha shtresat janë të kyçura që nga qerdhja e me tutje, që kjo ditë tjetë shënuar dhe të tregojmë edhe të tjerëve në jashtë Kosovës, si motra që janë komitetet e tjera, që ne gjithëherë jemi aktiv dhe besoj që kemi dhënë provimin si Komitet Olimpik, ku marrëmi pjesë, këtë dihet shumë mirë që kemi marrë edhe medalje olimpike. Aktivitetet do të fillojnë me vrapimin olimpik, ku do të marrin pjesë në Prishtinë është çështja, sepse nuk e kemi zgjatë këtë çështje si janë 1000 fëmijë, parafërsisht janë 990 fëmijë, të cilët është planifikuar të fillojnë në orat 10:30 dhe do të përshtoj prej sheshit Skënderbej e tutje deri te
çështja të sheshit të quajmë Zair Pajaziti, apo çështja e plotëua është e rregulluar. Prej orës 10:30 që thash, vrapimi do të përfundoj të ky shesh i Zair Pajazitit në të plotëu. Ngjarja do të pasurohet edhe me një program kulturor ku do të performojnë kori Okarina dhe ansambli Bajramçuri, ndërsa maskotat aktuse do të jenë të pranishme për të sjellë buzëqesje dhe lojrat për fëmijët dhe të gjithë të pranishmit. Këtu një numër i madh i shkollash të qytetit të Prishtinës janë bashkuar këtij aktiviteti duke dhënë një kontribut të çmuar pjesëmarrës dhe për hapjen e frymës olimpike. Në këtë plato do të bëhen edhe disa lojra nga atletika, do të për atletik, ku do të ketë një aktivitet i jashtëzakonshëm, lloj lojrash që të ndikojë të rinjët, gjithsesi ata dhe moshave që janë shumë të reja, të shohin se sporti apo mbretëresha e sportit ka shumë lojra dhe vrapime të ndryshme. Këtu bashkarisht ne do të jemi në të gjitha komunat, përfaqësuesit gjithsesi të Komitetit Olimpik, diku edhe presidenti edhe të tjerët anëtarë të Komitetit Olimpik, do t'i vizitojnë gjatë zhvillimit të këtyre aktiviteteve në për vendet e tyre në ku ekzistojnë në për komuna që kanë marrë përsipër që t'jenë vërtet përkras edhe ndihmës i Komitetit Olimpik që të tregojmë që jemi të aftë për çdo gjë që të arrijmë rezultatet e tjera. Faleminderit. Në këtë javë olimpike, dikun rreth 10.000 persona, fëmijë dhe të rritur, bashkangjitet kësaj lëvizje, do të thotë për javën olimpike, që është një numër i konsiderueshëm, edhe Komiteti Olimpik i Kosovës dhe Komisioni gjithsesi interesi jonë është që sa më shumë të jemi aktiv dhe të jemi sa më masovik në këtë aktivitet. Pra një numër shumë i mirë dhe besoj që çdo vit ky numër po rritet dhe ky është synimi jonë. Nëse keni ndonjë pyetje mund ta bëni edhe kryetarit, po edhe mua. Për këtë turnerin e futbollit, në çfarë formati është, në çfarë ekipe do të dalin pjesë? Unë di 8 ekipe janë. 10 ekipe. 10 ekipe. Kemi 10 ekipe të institucione ndryshme, po i përmendim me që përveç Komitetit Olimpik Kosovës është Ministria për Kulturën e Sport, Komuna e Prishtinës, pastaj sponsorë janë Premium, Banka Kombëtare Tregtare, e kemi për herë të parë është e veçantë që do të jetë ambasada e Amerikës në Prishtinë që do të marrë pjesë në turnir, janë gazetarët e sportit, veteranët e futbollit, policia e Kosovës, forca e sigurisë e Kosovës, zyra auditimit, dhe gjitha këtu. Sa i përket formatit, do të luajë stadiumin e Rami Sadiku, do të nisë në ora 20:30 në mbrëmje, do të përfundoj po atë natë dhe do të zhvillohet në formatin 7+1, pra në fushë të vogël me nga 2 ndeshje në të njëjtën kohë në mënyrë që të përfundojnë brenda 2 orë gjysmë ose 3 orë maksimumi. Kujtojmë që vitin e kaluar ka ftuar policia e Kosovës, por këtë herë shihet një konkurrencë edhe më e madhe e që ne urojmë që ta fitoj më i mirë dhe pse jo të mos e fitoj edhe ekipi i Komitetit Olimpik të Kosovës. Dhe ju ftoj gjithashtu që të merrni pjesë në aktivitetet tona, e sidomos më 20 qershor në ora 10 në sheshin Zair Pajaziti, ku do të bëhet vrapimi olimpik me fëmijë të shkollave fillore, ku presim një pjesëmarrje vërtet masive.